Pa garanca të Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian, kryeministrit Christian Mickoski as nuk i bie ndërmend të mendojë për ndryshime kushtetuese, të cilat sipas rezolutës së LSDM-s kërkohen të miratohen në shkurt të vitit që vjen. Kur të shohim gatishmëri nga pala tjetër, thekson Mickoski, do të ulen dhe të bisedojnë për këtë çështje, ndërsa për rezolutën u shpreh se do të flasin pas zgjedhjeve. Pozicioni ynë është i qartë. Ne nuk i injorojmë detyrimet që qeveria e kaluar i ka pranuar, për fat të keq, por gjithashtu nuk shohim që fqiu jon lindor po bën diçka në drejtim të kryerjes së detyrave të tyre. Presim veprime më të fuqishme nga KE-ja, BE-ja edhe tek fqiu jon lindor, gjithsesi tek partneri i tyre në kornizat të familjes europiane, sepse e kemi parë në të kaluarën se kur kanë dashur e kanë bërë të mundur. Ne kemi pozicion të qartë, garancion, pa garanca, as në mend nuk më bie të mendoj për çfarë do lloj ndryshime kushtetuese. Ndërkaq nga LSDM shprehen se rezoluta është për unitet, jo për grindje politike. Bëhet fjalë për një projekt rezolut që është për bashkim, jo për ndarje dhe aq më pak për grindje politike. Kjo është një projekt rezolut që është hartuar me një qasje serioze, me ekspert dhe është shumë e saktë. Lideri i LSDM-s Venko Filipçi një ditë më parë prezantoi rezolutën me vijat e kuqe për rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut. Ai propozoi që ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt 2026 si pengesa e fundit për hapjen e negociatave më BE-n. Rezoluta përcakton respektim të pakushtëzuar të gjuhës, identitetit, historisë dhe kulturës maqedonase, duke përjashtuar çdo kërkesë të re bilaterale.